vetëm në Francë, vetëm në teritorin e Gjirondës, hektarët e djegur kanë kaluar shifrën 200.000. Një sipërfaqe sa për të krijuar një ide më e madhe se sa Bashkia e Tiranës. Kolegët tuaj francez dhe spanjoll janë në një front ferri prej ditësh. Jam i bindur që i keni parë të nxirr nga bloza të shtrirë për tokë buzrrugës me kokat e mbështetura mbi helmeta në pamje të paimagjinueshme të sakrificës njerëzore në shërbim të jetës dhe të natyrës. Dhe po ashtu unë jam i bindur që askush nga ju që i jeni përkushtuar këtij profesioni nuk i shikon ata si të huaj dhe nuk i sheh ato lajme si lajme nga bota. Sepse ajo është pamja e një lufte të përbashkët, në një klimë të përbashkët, gjatë sezonit të një vere të përbashkët. Dhe kur sheh qindra mijëra njerëz që ikin të lemerisur me çfarë ju gjendet mundësia të marrin e përduar, është njësoj sikur të shohësh njerëzit tanë për shkak se rreziku dhe sfida është